E keni parasysh atë skenën klasike? Heroi që shfaqet në momentin e fundit për të shpëtuar ditën, zjarfiksi që shuan flakët, programuesi që rregullon serverin e rrëzuar, ne i duartrokasim apo jo. Po mirë, po ata që sigurohen që zjarri të mos ndizet fare. Sot do të zhytemi thellë në ndryshimin midis zgjidhjes së problemeve dhe parandalimit të tyre. Kjo thënie i bie pikës fiks. Mendojeni kështu, është si ndryshimi mes një mjeku të urgjencës dhe një specialisti të mjekësisë parandaluese. I pari është hero kur ndodh kriza, por i dyti punon në heshtje që krizat mos ndodh kurrë. Të dy janë të vlefshëm, absolutisht, por fokusi i tyre është krejtësisht i ndryshëm. Dhe kjo na sjell te pyetja jonë kryesore. A është mjeshtria e vërtet aftësia për të luftuar dragonj, apo aftësia për të ndërtuar një kështjell ku dragonj s'futen dot? Në këtë analizë do të shqyrtojmë 3 arketipe: budallajin, të zgjuarin dhe të mençurin, për të kuptuar se çfarë do të thotë vërtet të jesh i suksesshëm. Mirë, le të fillojmë nga fundi i zinxhirit ushqimor të suksesit. Këtu gjejmë njeriun e fortë, pak a shumë një dinozaur që endet në botën moderne. Ai është një relike e një kohe kur forca brutale ishte ligji, por në peizazhin e sotëm ai është thjesht një specie në zhdukje. Pika kryesore është kjo: nuk bëhet fjalë për muskujt, por për mentalitetin. Ky është tipi që shet çdo mosmarrveshje si një sfidë personale. Diku si pret rrogën në trafik, ai e merr si fyrje personale dhe përshkallëzon situatën. Në një botë kaq të ndërlidhur, kjo qasje tipit godit i pari është thjesht një recetë për katastrofë. Cili është rezultati i parë në këtë rrugë? Shpeshherë një fund i shpejtë dhe i dhunshëm. Kur mjeti i vetëm që ke është çekiçi, çdo problem të duket si gozhd. Por në botën reale, shumë gozhda janë në të vërtetë tela elektrik të ndezur, dhe po të provosh t'i godasësh, përfundimi është tronditës. Rezultati i dytë, burgu. Forca brutale mund të fitojë një sherr në lokal, por humbet me turp në sallën e gjyqit. Kur përballesh me një sistem ligjor të sofistikuar, grushtet dhe kërcënimet janë totalisht të padobishme. Sistemi thjesht do të bluaj dhe do të pështyej në një qeli. Dhe rezultati, përfundimtar, rënimi. Kjo ngurtësi mendore e kthe njeriu në fortë në një pemë të ngurtë në mes të një stuhije. Ndërsa të tjerët, për kulen dhe për shtaten, ai qëndron pa lëkundur, derisa më në fund thyet. Humbet miqt, punën dhe në fund respektin për veten. Pra, to janë zakonet që e çojnë njeriun e fortë drejt rënies. Shikoni Al Caponen për shembull. Ai ishte mishërimi i forcës, kontrollonte Chicagon me grusht të hekurt, por FBI-ja nuk u përposhta mposhtë fizikisht. Jo, ata e sulmuan me diçka që ai s'mund ta godiste me grusht, kodin tatimor. E futën në burg jo për vrasje, por për evazion fiskal. Një lëvizje geniale që vërtetoi se truri gjithmonë mundon muskujt. Tani le të ngjitemi një shkallë më lartë në hierarki. Këtu takojmë njeriun e zgjuar. Ndryshe nga budallari që krijon probleme, njeriu i zgjuar i zgjidh ato. Ai është kalor si me armaturë të shkëlqyeshme, heroi që vjen me gallop për të shpëtuar ditën kur gjithçka duket e humbur. Ja ku shkëlqen njeriu i zgjuar, në mes të kaosit. Ai është kirurgu i traumës në dhomën e urgjencës, jo mjeku i familjes që të këshillon për dietën. Ai lulëzon nën presion, gjen zgjidhje briljante për probleme që të tjerëve u duken të pazgjidhshme. Ai është mjeshtri i reagimit. Ky është skenari klasik. Servert bien në mes të natës. Paniku përhapet, por pastaj hyn programuesi ynë hero, bën magjinë e tij dhe në agim gjithçka është rregulluar. Ai merr duartrokitje, një bonus dhe lavdinë të qenit shpëtimtar. Por këtu lind një pyetje që askush nuk e bën. A mund të ishte parandaluar ky kolaps që në fillim? Dhe kjo na sjell në majë të piramidës te njerëzi i mençur. Këtu gjërat bëhen interesante sepse suksesi i njeriu të mençur është i padukshëm. Ai është mjeshtri i asaj që nuk ndodh. Fitoria e tij është një ditë e qetë, pa drama, pa kriza. Ai është arkitekti i heshtur i stabilitetit. Këtu qëndron ndryshimi thelbësor. Njeriu i zgjuar është një mekanik i shkëlqyer që mund të rregullojë çdo motor të prishur. Njeriu i mençur është inxhinieri që projekton një motor që nuk prishet kurrë. Njëri merret me pasojat, tjetri merret me shkaqet. Ti kthehemi kompanisë son. Muaj para se serverët të binin, një inxhinier tjetër, njeriu i mençur, propozoi një rishikim të sistemit për ta bërë më të qëndrueshëm. Menaxhmenti u ankua për koston sigurisht, por ai këmbguli. Tani, kur vjen pika e krizës, asgjë nuk ndodh. Asnjë dram, asnjë heroizëm, asnjë duartrokitje.
Suksesi i tij është kaq i plot sa që është bërë tërësisht i padukshëm. Dhe kjo është ironia e mençurisë. Pra, le të i bashkojmë të gjitha. Kemi një shkallë suksesi me 3 nivele. Në fund është budallai që përdor një shkop. Në mes është i zgjuari që përdor një shpatë për të shmangur goditjet. Dhe në krye është i mençuri, i cili ndërton një buroj aq të fortë sa që asnjë goditje nuk e prek dot. Kjo tabel e thot diçka, apo jo? Budallai pyet, kush po më sfidon mua? I zgjuari pyet, si ta rregulloj këtë? Dhe i mençuri pyet, si ta parandaloj këtë? Këto nuk janë thjesht arketipe, janë mentalitete. Dhe pyetja për secilin prej nesh është, ku e kalojmë pjesën më të madhe të kohës son? Ky citat e kap dinamikën e fuqisë në mënyrë perfekte. Muskujt janë një mjet për trurin. Shikoni Henry Fordin. Ai nuk ishte njeriu më i fortë në fabrik, por ishte më i zgjuari. Ai projektoi një sistem, linjën e montimit, që shfrytëzonte forcën e mirë punëtorëve për të arritur diçka që asnjëri prej tyre s'mund ta bënte vetëm. Kjo është fuqia e intelektit për të organizuar forcën. Dhe kjo na sjell në përfundimin ton. Kjo fjalë urtë shqiptare e përmbledh gjithçka në mënyrë brillante. Bota është plot me njerëz trima që vrapojnë drejt zjarrit. Ky është guximi i budallait apo të zgjuarit, por guximi i vërtet, guximi i të mençurit, qëndron në ndërmarrjen e veprimeve të vështira dhe shpesh të pavlerësuara për t'u siguruar që zjarri të mos ndizet kurrë. Pra pyetja që mbetet është kjo: po përpiqemi të jemi hero i ditës apo arkitekti i një të nesërme më të mirë?